Pagues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish edhe këtë të hënë në TikTok-u, do ndalemi tek disa zhvillime të rëndësishme. Do të flasim ditën e sotme për profesorin dhe ekspertin amerikan në shkenca politike, i cili ka bërë një deklarat, i cili është Alon Ben Meir në një prononcim ku ka folur për përfshirjen e ish të dërguarit nga Bashkimi Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak në komunikime financierin Jeffrey Epstein. Dhe pikërisht për të folur mbi këto zhvillime ditën e sotme, kam të ftuar drejtorin ekzekutiv të ISEK, zotin Jeton Alimi. Zoti Alimi, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësia në sjelljes. Zoti Alimi, skandali Epstein ka rrëzuar figura nga politika globale dhe ka tronditur sigurisht edhe besimin publik në elita. Mendoni se mund të ketë tashmë dialog të besueshëm midis Kosovës dhe Serbisë, kur një nga figurat kyçe, pra siç është edhe Miroslav Lajçak, deli lidhur me një nga skandalet më të errëta ndërkombëtare? Po, nderuame zona Zëndeli, ashtu siç e thatë edhe ju dhe nëpër mediat të gjithë anë mand globit, ky skandali besoj që i ka hup edhe vetë reputacionet edhe Bashkimit Evropian, po edhe vetë individë. Po si të qoftë, këto pesha dhe veprat janë individuale dhe personale dhe nuk mund të përfit të gjitha, po imazhi i ka ra pak Bashkimit Evropian dhe njerëzit e tij dhe të gjithë ata të apostrofuar në asë skandal, besoj do të bëjmë përgjegjësinë në vete dhe secili do të jetë në karakterin e vetë dhe në përgjegjësinë e vete. Dhe unë besoj që çështja e bisedimeve, besoj Bashkimi Evropian ka dhe njerëz të tjerë, më profesional se zoti Lajçak, dhe besoj mund të ecën matutje mbas themelimit të sistemit të Kosovës. Besoj këtë javë KQZ-ja duhet të shpallë rezultatet finale dhe besoj sot apo nesër ka lënë koha e ankesave në PZAP dhe Gjykata Supreme dhe i hapet rrugë KQZ për hapjen për rezultatet, shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe t'ju japet pozitivitet këtyne dhe Albin Kurti mund të vazhdojmë matutje me themelimin e sistemit të Kosovës, do të zgjidhë kryetari i Kuvendit, që është partia fituese dhe këtë jep kushtetuta neni 90 i kushtetues i Republikës Kosovës dhe të esën zgjidhjen e nën kryetarëve dhe të dhe duhet të shkojmë matutje me çështjen e bisedimeve Kosovë-Serbi. Kjo përfundimisht ka dhënë një jo profesionalist të vezut të Lajçak dhe e ka thënë në intervistat e tij, po ndihmë si idiot, ajo është një ashtu deklarat politike sa për çfarë faqe, po përgjithësia do të bie mbi top penale dhe nëse ka argumente mund të ndiqet edhe nga anët e institucionalisë zbatuese të Bashkimit Evropian, si të qoftë kjo le të shohim në javët në vijim se çka do të vi në atë çështje dhe unë mendoj që Kosova ka mjaft miq, edhe shumë më të mirë se ata që jo mund të apostrofuar dhe nuk mund të specifikojmë në emra konkret, po jo duhet të ecëm matutje. Zoti Alimi, nga ana tjetër, Bashkimi Evropian parashitet sigurisht për si një garant i vlerave etikës dhe sundimit të ligjit në gjithë Ballkanin. Mendoni se tashmë Bashkimi Evropian ka humbur autoritetin moral në Ballkan kur emisaret e saj përfshihen në dosje të tilla kompromituese? E thash merret e nderuame se tash i ka ra reputacionin e Bashkimit, po përgjegjësia është individuale dhe për çdo njeri. Po nuk mund të përfshin e gjithë Bashkimi Evropian si tansi. Për shembull, po njerëzit të influencuar apo implikuar në këtë çështje duhet të largohen rreptësisht dhe mos ju japet hapësirë apo mos të kenë vend në Bashkimin Evropian, se definitivisht e baltosë edhe Bashkimin Evropian dhe hub tamam kredibiliteti i komplet Bashkimit Evropian dhe besoj që këtë e din shumë mirë edhe anëtarët e Bashkimit Evropian dhe të gjithë ata personat që e organizojnë edhe mirë mbajnë Bashkimin Evropian dhe njerëzit që aty punojnë dhe Këshilli i Ministrave të gjithë atyreve dhe nuk do të njerëzit që japet hapësim nëse ka argumente shtesë apo të ketë njerëz të implikuar do të hetohen dhe do të veprohen kundër atyre dhe të largohen këto gjithë. Po unë mendoj se Bashkimi Evropian është në sfidë vetë dhe e ka reputacionin dhe aminën e të gjithë shteteve që e përpasojnë dhe nuk duhet të lëshomi në individualitet, po nuk duhet të lëshomi në përgjithësi po duhet në individualitet dhe jo ti përgjithësmojnë apo ti zhytin të gjithë personat të papajshëm apo që janë
të implikuar. Zoti Elimi, jam dakord me ato që ju thoni, por në diplomaci kufiri mes përgjegjësisë personale dhe asaj institucionale shpesh është edhe i paqartësi. Pra ku mbaron këtu përgjegjësia personale e Miroslav Lajçak dhe nga ana tjetër ku fillon përgjegjësia e vetë Bashkimit Evropian? Po përgjegjësia e Miroslav Lajçak e di çfarë pozicioni ka pas Bashkimi Evropian, përsia Tina ka përfunduar në momentin që ka shpërthy skandale dhe ka dalë në opinion. Këto ka përfunduar përgjegjësia e zotit Lajçak, si o konë si tërguar speciali Bashkimit Evropian që është e bisedën Kosovë-Serbi dhe misionet e tij të mërshme që ka pas dhe me këtë sipërfaqe të zotit Lajçak, me këto argumente, unë mendoj që aty ka përfunduar diçka. Sa përket anës tjetër, asoj diplomacisë të Bashkimit Evropian, është sfidë në vetë dhe ata duhet të gjejnë njerëz adekuat me CV shumë administrativ zotit Lajçak dhe duhet të hetohen ata persona për të kaluar me të tyra se nuk mund të vijë çdo person aty të përfaqësojë Bashkimin Evropian dhe të jap një pavarësisht pagës së majme që kanë, po Bashkimi Evropian është sfidë në vetë dhe nuk duhet të jetë njerëz të manipuluar apo si është Lajçak dhe të tjerët dhe që mund ta përfaqësojë Bashkimin Evropian. Kjo është ona e medalës asaj skemës së diplomacisë dhe tjerat besoj që është shumë është e qetë dhe shumë është më e mirë se njerëzit si Lajçak nuk i duan as Bashkimin Evropian, as mini Ballkanin Perëndimor, as kujt, ata kanë vendin e tij kush vendi tyre dhe besoj nuk duhet t'i japet hapësirë as Lajçakit, as njerëzit të tillë të nivelit të tillë që mund të përfaqësojnë në emër të Bashkimit Evropian apo të marrin misione siç ka pas Lajçak ETJ. Mendoni zoti Elimi se është cënuar parimi i ndërmjetësit neutral në dialogun mes Kosovës edhe Serbisë mbas këtij zbulimi të këtyre skandaleve që kanë ndodhur pasi ndërmjetësimi kërkon neutralitet absolut, por sigurisht edhe besim nga palët. Po është se nuk kuptohet se vetë personaliteti i zotit Lajçak dhe implikimi i tij në këto skema besoj që shumë është e qartë dhe s'do koment. Dhe sa përket se përgjegjësia është individuale përsërisë, po personaliteti i Lajçak i ka lënë për te kufit. Dhe këtë nuk është dashur edhe Bashkimi Evropian, të gjithë ata njerëz që ja kanë dhënë aminin për të përfaqësuar Bashkimin Evropian, Lajçakët kanë bërë gabim dhe ky tash të gjejnë forma tjetër të sharom pse ka Lajçaki dhe pse ka pas këtë pozicion, nëse ka pas edhe skema të tjera me një vend tjetër apo të ngjashme, nuk është dashur lejohet. Dhe kjo çështje sa përket Lajçakit më është e mbyllur dhe Bashkimi Evropian duhet të di mirë çfarë persone të ricaktoj për çështje bisedimit Kosovë-Serbi dhe të jetë njëri shumë profesional dhe të ketë CV të fortë dhe mos ketë këtë nivelin e zotit Lajçak, po duhet të jetë ma agjel, ma etik dhe jo njerëz që mendojnë të zhytë Evropian se duhet ata që mendojnë që kanë me qua. Zoti Elimi, ndërkaq dokumentet dhe komunikimet sa i përket këtij skandali për atë dosje sepsein nuk është se kanë dalë brenda natës, por kanë ekzistuar prej vitesh. Në këtë rast, pse Bashkimi Evropian nuk reagoi më herët ndaj kontakteve të dyshimta të përfaqësuesve të saj? Po Bashkimi Evropian është sfidë vetë dhe nuk mund të lëshohet sikur një lloj çështje që mund të gjikohet në çdo gjykatë, çdo Bashkim Evropian, çdo dikon pa fakte, pa prova të vërtetuara. Nëse Bashkimi Evropian i ka pas ato fakte të argumentuara dhe s'ka vepruar, është vërtet për të shqetësuar këtë gjendje dhe ka prit derisa të argumentohet apo të zgjedhën metodën tjetër që mundet të ketë edhe qartësim nga vetë mediume që kanë qitë skandalin dhe të ketë një pretekst apo një alibi për të marrë hapa konkret për të